Muj me thonë me krenari që në 3 vitet e fundit Beerfesti është një prej festivaleve të pakta, përmes me thonë vetmi që në Kosovë nuk ka pas asnjë incident të regjistruar. Numri i birrave si vjet është më i madh se vitin e kaluar. Si vjet normal këtë këto përvoja që kemi pas me vite me radhë, kemi vendosur me ato mësimet që i kemi marrë si për të mirë si për të keq, me implementu edhe me bën një version që po llogaritim që është tamam Beerfesti që dohet me kanë. Viteve të kalume ka pas ma shumë muzike, ma pak birë që thete në sensin edhe të prezentimit. Si vjetë po mënoj me pas shumë birë, lloje të ndryshme të birrave, vendore, ndërkombëtare, artizanale të ndryshme, sepse Beerfesti është pikërisht për birë dhe për promovim dhe degustim të tyne. Mirë po edhe me një program muzikor shumë të mirë, me artista shumë të mirë, që gjithë kjo përvoja e degustimit birrës, pimit birrës, mu shushnu edhe me muzikë të mirë edhe me ka një atmosferë e jashtëzakonshme. Muj me thonë me krenari që në 3 vitet e fundit Beerfesti është një prej festivaleve të pakta, përmes me thonë vetmi që në Kosovë nuk ka pas asnjë incident të regjistruar, e që për neve është një arritje bukur e madhe, të e pas parasysh që mbledh disa miraveta ku një pjesë e madhe tyne konsumojnë edhe birë. Kështu që si vjet çmimet do të jenë përgjysmë më të lira se sa kanë qenë vitin e kaluar, që mënoj që janë më të lira se sa që mundi mi pi dikun në një kafeq në Prishtinë. Kështu që kjo është një prej çështjeve që si vjet që do të jetë më mirë dhe më lirë, edhe lollëshmëria më e madhe se sa vitin e kaluar, që më mënoj pe kthen pra Beerfestin ka gjeneza që shunise edhe që shu zhvillu ndër vite. Numri i birrave si vjet është më i madh se vitin e kaluar, dikun 14 deri 17 të konfirmuar. 14 kompani të ndryshme. Po, perfekt. Të birrave. Edhe besoj që në javën VM se na kemi qef në moment fundit me i bë disa vendime. Mendoj që do të shtonë edhe 2-3 birra të reja, kështu që numri do të cilë dikun midis 14 dhe 20, kështu për me konë parafërsisht i saktë. Beerfesti në përgjithësi e ka pas një farë programi interesant. Unë i thëmë kështu po s'po du me thonë me të keq, i këmë thonë një farë limonade, një farë përzimje e zhonreve, llojeve dhe shijeve, për shkak se dhe audienca e Beerfestit është e tillë. Ka të ri, ka më të më shumë, edhe muzika është të janë nisë prej muzikës elektronike, ku ka DJ të ndryshëm, zakonisht do vjet i kemi dhënë hapësirë artistave të ri. Edhe është një farë misioni që kemi na si CSR që aty në artistave të ri mja dhënë mundësi me dalë një skin të madhe, për herë të parë ndoshta me performu para një audiencë të madhe, edhe është një përjetim i veçantë për ta, po shumë ju ndihmon aty edhe masën me vazhdu në karrierën e tyre, edhe disa prej tyre që ndoshta për herë të parë kanë dalë në kaluar në Beerfest, sot i kemi amnat njohur në skenën tonë artistike. Artista dhe këngëtarë të ndryshëm, kështu që nëse kishin për 4 net, im të fol për 24-5 emra. Kështu që auden është numër bukur i madh, po në natën e parë hapse, po flas këtë kohën e prime time-it, është, nëse s'gaboj, po paka shumë në njënë për ne dhe do t'jetë, është Rina Bala edhe Majku. Masënej të diellën është Janina edhe Capital T. Të hanën ka me konë Buta. Ani hamën që... Nuk po mundet me thonë. Nuk mundet me thonë. Të martën do t'jetë Luni. Edhe një hamën që... Nuk po mëj me thonë. Po, që do t'ja thojmë në ditën të jem. Mirë po, ma herët do t'ket po mënej edhe shumë të tjerë, shumë më bende të njohën, që është Poqe, Zanzi Band, edhe disa këngëtarë të tjerë të gjeneratës të rockët që i dim po. Masanej janë edhe do këngëtarë që janë tu rrit çdo ditë, Blerando për shembull është një prej tyre trive që pe pëlqejnë se cenare më shumë. Një çështje po është që kur po merr emra të shtrajt, domosdoshmërisht po rritet kosto. Kur po rritet kosto, dhe ato kosto po do të më mbuluti ka. Na nuk kemi asnjë përkraje financiare për asnjë institucione as për kërkoj, domosht komplet i vetmbajtshëm Beerfesti. Që mohat me kompani, na me bashkëpunëtor, me sponsora, me kështu me radhë. Kështu që për me mujt me majt buxhetin më tult,
programit që me mujt me pas biletën më të lirë, që si vjet është 50% më e lirë se vitin e kaluar. Domethënë për festival është bileta 20 euro që është, më herët ka qenë 10 euro, 20 euro për 4 nete, festival që bën 5 euro nota. Që është që është me ta fal biletën pak a shumë. Pak a shumë është me kontrollu hyrjen, sepse secili pajiset me wristband, i cili është smart wristband, cashless, domethënë mundesh me parë, mundesh me pagu me to, nuk ka cash. Domethënë është si festival ju një kanë keni pas shumë mirë organizuar, gjithçka ecë mirë, nuk ka të lashë, shkon fenomenal. E tash për mujt me mojt kostën e ul, ti po mundesh me pru emra shumë të mëdha, sepse tani po kalojmë te çajo që ka tendenca në disa vitet e fundit me u bë festivali muzikës. Kështu që po dojmë ja dhon me ja kthy fokusin birrës, edhe promovimit birrës e muzika me kanë pjesë përbërëse, integruar, komplementare, po mos me kanë kryesore. Sado që emrat mendoj që i kemi prapë si vjet, janë emra që një festivali muzikës në rajon kishme i pas lakmi me krejt këta artista që i kemi na.